Të shumë respektuar miq të gazetës Lajm, përshëndetje dhe mirë se vini të emisioni radhës Dialog të Lajmi, ku të ftuar kësaj radhe kemi zotin Driton Sulejmani, zëdhënësin e koalicionit Vlen. Mirë se erdhe, zoti Driton. Mirë se u gjeta, ju faleminderit shumë për ftesën. Kënaqësia do të jetë jona dhe analizin e përhershëm të gazetës Lajm dhe Lajm TV, zotin Florian Nesimi. Mirë se erdhe. Mirë se vëgjeta, faleminderit. Zoti Sulejmani, në preskonferencën e fundit për mediat, keni shfaqur një shqetësim dhe njëkohësisht edhe akuza për opozitën, me tekste veçantë, po me sa e kuptova unë, BDI-n. Për nga gjithë ky shqetësim juaj deri tani nuk keni shfaqur derisa ishit derisa pak para zgjedhjeve, po mendoj nuk keni shfaqur shqetësime të tilla për fatin e opozitës respektivisht të BDI-s. Po, është e vërtet, pas 2 cikleve zgjedhore në për të cilat kaloi koalicioni Vlen dhe doli fitues absolut edhe në zgjedhjet parlamentare, po në ato lokale, dhe si rezultati këtyre zgjedhjeve u etablua seriozisht në skenën politike dhe është përfaqësues legjitimi shqiptarëve. Ne vlerësojmë se koalicionit Vlen për të qenë edhe më i suksesshëm në realizimin e asaj çfarë ka premtuar para elektoratit edhe para gjithë shqiptarëve, mendojmë se i nevojitet një opozitë e fuqishme dhe konstruktive edhe interesuar për t'i çuar përpara të gjitha projektet të cilat kanë të bëjnë me zhvillimin e shtetit edhe përmirësimin e jetës së qytetarëve. Dhe për këtë arsye, me gjithë këto ndodhi që janë brenda koalicionit AKI, ne e shfaqim atë shqetësimin tonë se me të vërtet kemi një rast ku po shpartallohet opozita, nuk është diçka që nuk e kemi paralajmëruar edhe para zgjedhjeve, duke pas parasysh mënyrën se si ato ju qasën zgjedhjeve lokale, mënyrën se si e formuan koalicionin e tyre AKI, i cila sipas mendimit tonë ishte një koalicion i zorit, një koalicion i cili nuk ishte natyral as pak, sepse për një periudhë të caktuar kohore, disa prej eksponentëve të atij koalicioni ishin ndër kritikuesit më të mëdhenj të BDI-s, të politikave të BDI-s dhe për një herë u bashkuan në një koalicion të cilin ato e titulluan me emrin që e titulluan, nuk është se edhe aty kanë qenë të qëndrueshëm fillimisht u bë Fronti Evropian, pastaj e titulluan si AKI e kështu me radhë, domethënë ka pas një jo konzistencë të vazhdueshme në këtë aspekt, edhe paraqitja e tyre në zgjedhjet lokale ishte as pak serioze, dolën me slogan të referendumit, me shqetësime se shqiptarët po ndërpërkëmben nga qeverisja VMRO Vlen e kështu me radhë, dhe as pak nuk u morën me problematikat reale të cilet i patën qytetarët nëpër komunat e tyre, e sidomos qytetarët shqiptar të cilët kanë jetuar nëpër komuna, të cilët janë qeverisur për gati 23 vite pikërisht prej Bashkimit Demokratik për Integrim, edhe duke mos pasur ofertë konkrete për zgjidhjen e atyre problemeve, ato e devijuan temën e zgjedhjeve, kërkuan referendum, edhe populli ja dha përgjigjen e merituar, edhe ja dha një humbje të paparë deri tash në zgjedhjet lokale, edhe si rezultat të gjithë këtyre zhvillimeve, ata tash vetëm se po shfaqin shenja të përçarjeve të përditshme, të largimeve të eksponentëve të ndryshëm, të cilët kanë qenë pjesë e koalicionit, e kjo për sistemin demokratik të vendin tonë me të vërtetë është shqetësuese dhe nuk është e mirë, dhe për këtë arsye ne patëm edhe një paraqitje të tillë në preskonferencë ku shprehëm shqetësimin për këto ndodhi, ku shprehëm shqetësimin për zhvillimet politike në vend, sepse me të vërtetë për të pas një politikë mirëfillt edhe një performancë të mirë të Vlenit në qeveri nevojitet padyshim edhe një opozitë konstruktive edhe fuqishme. Zoti Nesimi, është i arsyeshëm ky shqetësim i koalicionit i Vlen lidhur me deregjent, shprehem kështu popullor, që deregjent në të cilën ndodhet AKI-ja, apo është thjesht një përpjekje për të përfituar ndonjë pikë politike? Vlerësimin tuaj e dua. Është mirë për pluralitetin, për frymën plurale në Maqedoni, gjendja e tanishme e një opozite, flas gjithnjë për shqiptarët?
Po, tani kjo gjendja që është të opozita nuk është vetëm shqetësimi i vlenit, mirë po kjo është shqetësim edhe i qytetarëve dhe i të gjithë opinionit publik. Pse? Për shkak se ndodhit që do të ndodhin të opozita do të tregojnë pjekurin tonë politike dhe si qytetarë se sa jemi ne të gatshëm për bërë reforma brenda opozitës. Mund ta marrim shembull LSDM-n. Edhe pse pësoj një humbje shumë të thellë, edhe është në krizë të madhe politike, prapë se prapë aty kemi disa lëvizje. Ishin njëherë këto takimet e Crvenkovskit me disa këto liderët e Znamit, pastaj ishte vetë deputetja Slavjanka Petrovska e cila publikisht doli edhe tha se kërkoi që të bëhet debat brenda LSDM-s, pastaj ishin disa deklarata të Fashkovskit për gjoja se përzierjen e Pendarovskit brenda LSDM-s, do me thënë atje ndodhën diçka, ndërsa fatkeqësisht opozita shqiptare nuk është duke ndodhur asnjë lëvizje. Dhe mendoj se kështu si është opozita shqiptare nuk është opozite mirëfillt, ndërsa shoqërisë son i duhet një opozite e mirëfillt. Dhe mendoj se ekziston tash është hapur edhe si më thon terreni, apo ka edhe një boshllok, do me thon të opozita, mirë po ai boshllokun politik gjithmonë mbushet nga dikush tjetër. Edhe nëse vazhdon kështu, atëherë mendoj se historia politike tregon se aty ku nuk ka opozitë të reformuar, atëherë gjithmonë lindin edhe alternativa tjera. A ka qenë një pyetje direkte, a ka qenë ashtu siç e shpreh zoti Sulejmani, a është faktikisht koalicioni AKI, a është koalicion natyral? Kur është themeluar koalicioni AKI, ne që atëherë kemi thënë se nuk është koalicion natyral, mirë po është e kemi thënë edhe atë një konglomerat i interesave personale të liderëve, të cilët qëllimin e vetëm e kishin marrjen e pushtetit. Ata pretendonin se do të bashkohemi në këtë koalicion një natyral, vetëm që të prodhojmë më pas të zgjedhjet parakoshme parlamentare dhe të him në qeveri. Do me thonë interesi i vetëm ishte interesi personal për pushtetin edhe interes personal i liderëve, që nuk e pyetën as fare as antarësinë sa duhet të hinë në këtë koalicion ajo. Dhe pikërisht këtu e them se mendoj se duhet opozita të krijohet një opozitë ndoshta e re, për shkak se nëse i shohim këto liderët e tanishëm të opozitës janë të gjithë persona të cilët mendoj se janë të konsumuar politikisht, edhe ato nuk kanë as perspektivë, nuk kanë as ndonjë energji të re për të adresuar nevojat e qytetarëve, të cilët do të ekzistojnë edhe tash, por do të jenë me siguri edhe në të ardhmen. Ajo që është me rëndësi është që të kemi dy bloqe, një pushtetin edhe një opozitën. Nëse u kujtohet vitet e 90-ta, përpara ardhjes së BDI-s pushtet, kemi pasur dy parti, PPD-ja dhe PDSH-ja. PPD-ja një herë ishte 6 vite, pas asaj qeverisë ekspertëve 92-98, pastaj erdhi PDSH-ja, edhe ishte një raport shumë normal i forcave. Me ardhjen e BDI-s dhe me qëndrimin e BDI-s shumë gjatë në pushtet për 22 vite, duket se ky balanc u prish. Gjithmonë të opozita kishim shumë parti opozitare të cilët nuk arrinin as që të bashkohen për të luftuar pushtetin, edhe mendoj se tani është koha që përsëri të kthehemi në atë normalitetin e dy bloqeve, pushtet dhe opozitë. Në këtë drejtim edhe diçka desh ta shtoj. Në momentet kur ka qeverisur për 23 vite Bashkimi Demokratik për Integrim, më thonë ka përdorur politikën për çaj dhe sundo. Në mënyrë të vazhdueshme ka tentuar që të përçaj partitë opozitare, të bëj politika destruktive karshi partive ose subjekteve tjera politike, dhe kjo ka sjellur sende ose gjëra të dëmshme në skenën politike. Vlen e ka bërë një hap shumë të madh, unë mendoj, në skenën politike, fillimisht në kohën para zgjedhjeve parlamentare arriti ta bashkojë gjithë opozitën dhe tash jo rastësisht po dalim me thirrje që të konsolidohet opozita, sepse ne nuk jemi për të përçar, por jemi për të bashkuar, dhe si të bashkuar në dy bloqe, mendoj se mund të arrijmë rezultate shumë më të mira edhe kashi politikave të cilat i bëjmë, po dhe në përgjithësi edhe sa i përket çështjes kombëtare. Dhe për këtë arsye ka qenë edhe ajo thirrja jonë që të bashkohet opozita, të qëndrojë e fuqishme, sepse në këtë mënyrë edhe Vleni do të jetë shumë më i suksesshëm në zbatimin e politikave qeverisëse. Zoti Sulejmani, me siguri si koalicion i Vlenit e keni bërë edhe ato analizat e nevojshme sa i përket të rezultatit të zgjedhjeve të fundit lokale. Përderisa ju thoni se i keni fituar këto zgjedhje nga tabori juaj kundërshtar politik shqiptar, thonë se
ata kanë marrë më tepër vota. Si i vlerësoni ju këtë? Aspektit në të cilin vlerësohen zgjedhjet lokale janë numri i komunave të fituara, sepse fundja qytetarët dalin për ta zgjedhur kryetarin e komunës edhe këshillin normal, po fillimisht është i krijuar ai perceptimi se në zgjedhjet lokale zgjedhet kryetari i komunës, i pari i qytetit, që do të menaxhojë me qytetin për 4 vitet e ashme të mandatit të tij. Edhe në rast se e shikojmë në këtë aspekt, edhe sipas mendimit tim edhe në këtë aspekt duhet shikuar zgjedhjet lokale, koalicioni Vlen doli si fitues absolut me 10 komuna, edhe çkado që thot BDI, domethënë nuk e përjashton faktin se ato i kanë humbur bindshëm këto zgjedhje lokale edhe kanë marrë një goditje jashtëzakonisht madhe nga votuesi shqiptar, pikërisht fillimisht për shkak të politikave jashtëzakonisht keq menaxhuese në aspekt të menaxhimit komunave për 23 vite. Sepse numri më të madh të komunave për 23 vite ka menaxhuar pikërisht kuadrët të Bashkimit Demokratik për Integrim. Edhe në rast se i marrim e analizojmë ato komuna, të gjitha pa përjashtim, edhe pas 23 viteve menaxhim kanë mungesë të gjërave elementare, kanë mungesë të ujit të pishëm, kanë mungesë të kanalizimit, kanë mungesë të rrugëve të paasfaltuara kështu me radhë. Domethënë, në këtë aspekt politika e BDI-s ka qenë një fiasko totale. Duke ditur këtë, ato tentuan që gjatë zgjedhjeve lokale të shfaqin tema nacionale të cilat fare nuk kanë të bëjnë me problematikat me të cilat ballafaqohen në përditshmëri qytetarët, edhe për atë e morën përgjigjen e merituar, populli i dënoi, edhe 10 komuna ja dha koalicionit Vlen, kurse vetëm 3 komuna, nëse nuk gaboj, pati koalicioni AKI. Edhe në këtë aspekt mendojmë se jemi fitues absolut të këtyre zgjedhjeve dhe çkado që thot BDI rreth kësajna vetëm se tenton ta mashtrojë opinionin, ta mashtrojnë edhe vetveten, kurse mendoj që atë qëllimin final e kanë që sadokudo të mundohen edhe pak ta mbajnë trupin e tyre votues ose aktivistët e tyre që mos largohen edhe mos t'ju ndodhe një shpartallim i jashtëzakonshëm që do t'ju sjellë pasojë jashtëzakonisht mëdha në veprimin e tyre politik. Kështu që BDI, sipas mendimit tim, jo vetëm se i ka humbur këto zgjedhje, po në këtë rast mund të llogaritet se populli i dërgoi edhe në një farë pensioni politik, sepse mos të harrojmë mënyrën se si ato kanë hyrë në skenën politike, me çfarë bagazhi kanë hyrë në skenën politike, si rezultat i konfliktit të 2001-shit, e kam përmend edhe oponent tjerë politik për dallim prej partive tjera. BDI ka hyrë me një kapital të gjakut të dëshmorëve të UÇK-s për të realizuar aspiratat e kakmoqme të shqiptarëve të Maqedonisë, edhe fatkeqësisht edhe pas 23 viteve ne flasim për të gjithë problematika që kanë qenë të ngritura si temë para luftës së 2001-shit. Për 23 vite kam folur për gjuhën, gjuha ende nuk është e zgjidhur me statutin të cilin e meriton të jetë e zgjidhur. Për 23 vite kam folur për përfaqësimin e drejtë dhe adekuat, dhe tash kur Vleni ka ardhur në qeveri është shumë afër që ta zgjidh këtë problematikë edhe me ligj, domethënë me ligjin për përfaqësim drejt adekuat. Me gjithçka që ka ngritur si temë nuk ka arritur ta bëjë BDI dhe me plot merit populli e ka dërguar në pension politik, të cilët thjesht dyshojmë se do të arrin të rikthehen ose të rikthjellen prej kësaj. Zoti Nesimi, zoti Sulejmani tha se BDI është në pension politik, respektivisht AKI-ja, si koalicion. A pajtoni ju me këtë 1 dhe 2? Mendoni se ka gjasa, ka mundësi për të ringritur në rast se është në pension politik BDI-ja? Këtë e shtroj si pyetje nga shkaku se i referojmë gjithnjë asaj traditës pak a shumë, ose një rregullit pashkruar i cili është krijuar në këtë në Maqedoni tek faktori politik i shqiptar. Domethënë asnjë nuk kemi nga 91 e këndej prej kur është aplikuar sistemi shumë partijak, nuk kemi një subjekt politik i cili është ngritur, ka rënë dhe sërish është ngritur. Po, ashtu është, edhe unë këtu pajtohem, dhe këtë dëshmon vetëm ajo ikja nga përgjegjësia, nga rezultati që e kishin i humbjes, edhe kjo heshtja që zgjati, dhe besoj akoma është duke zgjatur, heshtja brenda partijake.
Mendoj se në BDI nuk është se nuk kanë çfarë të thonë, mirë po në BDI nuk ka kush të flet. Sepse aty i shohim brenda kësaj strukture politike ende, do me thonë, personat më aktiv janë ato personat të cilët për 20 vite kanë mbajtur poste kyçe, edhe të cilët janë të konsumuar politikisht. Vetë BDI-ja ka ndërtuar një model të tillë të partisë ku gjithmonë është përjashtuar mendimi kritik edhe nuk është lënë hapësirë për kuadrot e reja. Dhe atje në BDI ende vlen ai parimi se sa më afër liderit, aq më afër tenderit. Që do me thonë se këto personat të cilët janë 20 vite në pushtet, akoma vazhdojnë të rinë pranë kryetarit, edhe aty vlen ai parimi i besnikërisë dhe lojalitetit ndaj kryetarit e jo parimi i dijes apo i profesionalizmit. Dhe vetë fakti se ato nuk i pranojnë rezultatet apo humbjen, sepse parakushti i parë që një parti të reformohet është pranimi i humbjes. Kur do të del partia dhe thotë se kemi humbur këto zgjedhje lokale, atëherë pastaj pason analiza e rezultateve, pastaj duhet të gjendet përgjegjësi apo fajtori i humbjes dhe fillon një debat i brendshëm brenda partisë dhe më pas vjen edhe dorëheqjet e atyre që janë përgjegjës. Derisa nuk kemi këtë proces. Në BDI mendoj se gjasat për të reformuar kjo parti janë jo minimale, mirë po mendoj se nuk ekzistojnë fare. Zoti Sulejman, po i referojmë, po i kthejmë preskonferencës tuaj të fundit që e kishit me mediat. Me që ditëve të fundit po shkruhet e spekulohet për rekonstruimin e qeverisë në këtë kontekst edhe emrat e mundshëm të funksionarëve, ju në një pyetje të një gazetarit me sa dëgjova keni hedhur poshtë si spekulim për emrat të cilat janë përmend. Duhet pyetjen e kam këtu. A jeni dakordsuar brenda koalicionit për emrat e funksionarëve të ardhshëm të cilët duhet të përfshihen me rekonstruimin e qeverisë? Para se t'jap atë përgjigje konkrete, të bëj një sqarim më detaj se erdhëm deri këtu dhe në cilën fazë jemi të caktimit të emrave, do me thonë si rezultati zgjedhjeve lokale, në të cilën në ato zgjedhje garoi edhe zëvendës kryeministri i parë zoti Izet Mexhiti në komunën e Çajirit edhe e fitoi bindshëm atë komunë, u krijuan hapësira në pozicionet qeverisëse, sidomos me pozita të cilët i ka bartur vetë zotri Mexhiti, do me thonë edhe pozita e zëvendës kryeministrit të parë, edhe pozita e ministrit të ambientit janë të liruara për shkak se ai ka marrur mandatin e udhëheqjes së komunës së Çajirit. Edhe para zgjedhjeve, kur patëm shpallur kandidaturat, ne kemi arritur një dakordsi brenda koalicionit vlen se në rast të fitores së zotit Mexhitit në komunën e Çajirit, pozicionin e tij të zëvendës kryeministrit të parë do ta zë zotri Bekim Sali. Edhe këtë si dakordsi e kemi brenda vlenit edhe qëndrojmë fuqishëm, gjithë vleni qëndron fuqishëm brapa asaj. Tash e vetmi emër që është i sigurt për momentin është zoti Bekim Sali, zëvendës kryeministri i parë. Tash jemi jo, as pak vleni është unik edhe një zëri e përkra këtë dakordsi që e patëm patur qysh para fillimit të fushatës së zgjedhjeve lokale. Kurse për detalet se a do të jetë me ministri, me resor apo pa resor, kush do të jetë... Kjo po diskutohet? Ka diskutime në këtë drejtim, kush do të jetë ministri i mjedisit e kështu me radhë, po do duhet ta plotësojmë edhe një pozitë të zëvendës ministrit të mbrojtjes. Këtu po bisedohet për momentin, jemi në fazat finale dhe sapo të kemi një përgjigje konkrete do ta... deri tani zëvendës ministrit mbrojtjes? Jo, prej momenti që nga koalicioni vlen u largua zoti Taravari, atë pozitë kishte zonja Elfete, kuadri partisë Taravarit, prej atij momenti ka qenë si pozitë vakante dhe tashmë masi po i hym kësaj pune, do ta plotësojmë edhe atë pozitë. Domethënë kjo procesi i tanishëm që pritet të zhvillohet shumë shpejt, besoj javën e ardhshme ndoshta, do të jetë në aspekt të plotësimit të vendeve vakante. Kurse sa i përket çështjes së rikonstruimit të qeverisë, të cilën e ka paralajmëruar edhe kryeministri Mickovski, ajo pritet të ndodhë nga bisedat që janë zhvilluar në 3 mujorin e parë të vitit 2026.
Aty ndoshta detale nuk di për momentin, po do të ketë ndoshta lëvizje të më shumë resoreve, edhe aty duhet të presim dhe të shohim se çka do ndodh. Për momentin vetëm do të plotësohen ato vendet vakante të cilët janë si rezultati zgjedhjeve lokale që kanë ndodhur në vendin tonë. Jo, zëtë nësi në këtë drejtim të shumë dishe rreth e rekonstruimit e këtë. Po këtu do me thonë dojtë të bëjmë dallimi midis plotësimit dhe rekonstruimit. Se kjo është si pasojë e zgjedhjeve lokale, edhe duket se të këj plotësimi vetëm këto ministar shqiptar janë që do të ketë ndonjë rotacion ose diçka, ndërsa te Maqedonia si duket se nuk do të ketë asgjë, ndoshta ajo do të jetë pjesë e rekonstruimit, që do ndodh vitin e ardhshëm, mirë po zakonisht këto rekonstruimet ndodhin pasi qeveria të ketë kaluar një periudhë, për shembull 2 vjeçare apo gjysmën e mandatit, edhe ku bëhet pastaj rifreskimi i kabinetit qeveritar me emra të ri, dhe kjo është një gjë shumë normale, ku për shembull kryeministri apo edhe te pala shqiptare, nëse ka ndonjë ministër i cili nuk i ka dhënë rezultatet e pritura, mund të zaventohet me ndonjë kuadër më të ri. Vetëm këtu deshta të pyesja e zotit drejtonin se këtu tani më duket se ka një konfuzion, kjo puna e zëvendës kryeministrit parë edhe që bartë një post të ministrit. A vlen kjo ende se për shembull më duket se kryeministri tha se zëvendës kryeministri që do të jetë njëtën kohë edhe ministër. Do me thonë jo të jenë dy funksione të veçanta. A vlen kjo ende apo Kej Bekim Sali nëse bëhet zëvendës kryeministër do të jetë bartës edhe ndonjë ministrie? Po, do me thonë, kjo si parim vlen, pozita e zëvendës kryeministrit është e lidhur me pozitë ministrore, qoftë ajo me resor apo qoftë pa resor. Me thonë, me rëndësi është se sipas bisedave që janë zhvilluar, nuk do të ndroje numri i kabinetit qeveritar, ne këtë problematik do ta zgjidhim ndërmjet koalicionit. Vlen po bisedohet për modalitete të ndryshme dhe së shpejti besoj që do të kemi një konkluzion rreth gjithë atyre pozitave se kush do të udhëheqë. Dakorsia, siç e thash edhe më herët, ekziston për zotin Bekim Salin, i cili do të jetë zëvendës kryeministri i parë i ardhshëm, vetëm se ka mbetur të diskutohen edhe modalitetet si do ta realizojmë këtë. Edhe interesi jon ka qenë çdo herë që të ofrojmë kuadrë cilësor, të cilët do të menaxhojnë me pozita të tilla, padyshim që Bekim Sali është një kuadër i tillë, i cili e ka dëshmuar veten, sidomos kur ka udhëhequr me resorin e shëndetësisë, në të cilin resor ka pasur rezultate jashtëzakonisht mira në aspekt investimeve kapitale, nëse ju kujtohet në atë kohë pa të patur investime për spitalin e Tetovës, ka pas një rezultat shumë të mirë për barazimin e mesatareve të studentëve të Kirilit dhe metodit me ata të Universitetit të Tetovës, që mendoj se është një arritje jashtëzakonisht e madhe kombëtare në këtë rast, edhe duke e ditë kapacitetin e tij, ka qenë pikërisht edhe insistimi jonë që të propozojmë një kuadër të tillë, i cili do ta zëvendësojë zotrin Mexhitin, që ka pasur sipas mendimit tonë një rezultat jashtëzakonisht mirë në një vit e gjysmë që ka udhëhequr pozitën e zëvendës kryeministrit të parë. Dhe normal kur një kuadër të tillë e zaventson për arsye të zgjedhjeve lokale, do duhesh patjetër që t'i japësh një emër i cili do të jetë njëjtë i mirë ose edhe më i mirë se çka ka qenë ai. Dhe mendoj që me propozimin e tij edhe emrimin e tij do ta dëshmoj veten edhe në pozitën e re të cilën do ta marr. Zoti Sulejmani, ditëve të fundit aktuale është edhe planifikimi i buxhetit për vitin 2006. Me sa di unë, ju jeni edhe profesionist i kësaj lëmie pak a shumë. Mirë po, njëkohësisht që kanë lindur edhe zërat mediatik të cilët thonë se buxheti i vitit 2026 do të jetë i shkurtuar për disa projekte kapitale sa i përket shqiptarëve. Sa ka të vërtetë në gjitha këta? Shikoni, çështja se do të ketë shkurtime buxhetore është evidente, po shkurtimet nuk do bëhen në këtë spektrin e projekteve shqiptare, do të shkurtohet gjithandej. Politikat buxhetore, kur krijohen edhe si rezultat i politikave më parshme. Me thonë, në buxhetin e këtij viti, shteti do duhet të paguaj patjetër kredinë të cilën e ka marrë në kohën e pandemisë në vitin 2019, që nëse nuk gaboj,
sillet me shifra dikun mbi 1 miliard euro. Edhe për këtë arsye që të mund të paguaj shteti një borxh të tillë, të cilin e ka fatin ta paguaj, është deshtur që patjetër të kemi shkurtime buxhetore në për të gjithë resorët, në për të gjitha ministritë dhe në drejtoritë të caktuara kështu me radhë. Mirëpo edhe për skaj këtyre shkurtimeve, sipas mendimit ton, buxheti i cili është propozuar dhe do të kalojë në kuvend, mendoj që është një buxhet zhvillimor, i cili parashef dikun një rritje ekonomike prej 3.8%, parashef që të mbaj normën e inflacionit stabile me dikun 2.5%, me një deficit buxhetor dikun 3.5% e kështu me radhë. Ajo që është e rëndësishme të cekët në këtë aspekt, sa i përket asaj që e përmendet të projekteve. Një pyetje drejt për drejt. A rrezikot me ndarjen me planifikimin e këtij buxheti për vitin e ardhshëm? A planifikon mjetet për kampusin universitar në Tereza? Kjo duhet një sqarim më detajl të bëhet, për arsye se në shikim parë duket ashtu, por realisht nuk është ashtu. Qeveria ka vendim për ta financuar ndërtimin e kampusit të ri universitar. Dhe ky ndërtim i kampusit të ri universitar nuk do të ndodhë me gjitha mjetet, nuk mund të vendosen në buxhetin e 2026-s, po do të ndërtohet me faza. Ashtu sikur se rrjedhin punët, ashtu ndodh edhe financimi. Sipas informatave që kam, në buxhetin e 2026-s për të filluar punimet janë ndarë dikun, mos gabojmë, dikun 1 milion euro. Më thonë, ende është në fazat fillestare të projektimit, të dokumentimit, edhe ato janë të kushtueshme dhe me atë shumë me siguri është parapar të mbulohet kjo fazë e parë, që kur të përgatiten pastaj dokumentacioni teknik, të vazhdohet me financimin e këtij projekti me ndonjë rebalans, sepse mendojmë se do të ketë patjetër rebalans buxhetit, ku pastaj do të ndahen mjete të reja për ta ndërtuar kampusin universitar. Ajo që është e sigurt se kampusi universitar ka vendim qeveritar dhe do të ndërtohet. Domethënë kjo është e sigurt. Kurse përveç saj, në buxhetin e 2026-s, po ashtu janë parapar të intensifikohen punimet e projekteve strategjike, si që janë koridori 8 dhe koridori 10D. Në fund të vitit, sipas informatave që kemi, pritet që të hapet edhe përkurimi publik për autostradën Shkup-Blac, që është një projekt që pret më shumë se 20 vite, po ashtu pritet që të ndërtohet edhe rruga Kërçov, mos më kapni për fjalë një fshat që ishte aty ja harrova jemi si e pat. Me rëndësi edhe kjo është një projekt që pret më shumë se 20 vite, do me thonë projektet strategjike për shqiptarët do vazhdojnë të ndërtohen dhe të përkrahen edhe me këtë buxhet të vitit 2026, po ashtu do të vazhdojnë të përkrahen edhe projektet për komunat edhe për zhvillimin e komunave, dhe në këtë aspekt mendoj që vlen e ka treguar vetën si asnjëherë më parë asnjë qeveri tjetër. Në vitin e parë të qeverisjes kemi ndarë dikun 300 milion euro për financimin e projekteve infrastrukturore të komunave, prej të cilave dikun nëse i marrim parasysh edhe komunat me përzierje etnike, si që është Kumanova, si që është Buteli, ajo shifër kap dikun 100 milion euro. Do të vazhdojnë të ndërtohen të projekte, prapë edhe me buxhetin e ri, do të përkrahen komunat në investimet e tyre kapitale. Harrova të përmend, në buxhetin e ri janë paraparë dhe rritje të rrogave për diku 6.7% dhe rritje të pensioneve për diku 9.7%, me të cilin i ndihmojmë edhe punëtorëve të cilët punojnë punën e tyre, po i ndihmojmë edhe pensionistëve. Kjo ndoshta është një rritje rekorde, sepse për herë të tretë rriten pensionet, edhe në politikat sociale mendoj se po tregojmë mjaft të suksesshëm si qeveri. Edhe një çështje shumë e rëndësishme që mendoj që është në aspekt të buxhetit, qeveria prej se është themeluar si strategji kryesore e ka pas konsolidimin fiskal. Pa instaluar një sistem të mirëfillt të grumbullimit të tatimeve edhe të luftës ndaj ekonomisë informale, nuk mund të krijojmë buxhete zhvillimore të cilët realisht do ta prekin qytetarin. Edhe sipas informatave që kemi, edhe vitin e parë, po edhe këtë vit do të vazhdohet me konsolidimin fiskal dhe luftën ndaj ekonomisë informale, dhe shumë jemi të sigurt se buxheti i vitit 2027 do të jetë edhe shumë më i fuqishëm se ky i 26-s.
Tani fokusin e pyetjeve pak po e ndryshojmë. Cilat janë aktivitetet e qeverisë lidhur me rrugtimin e saj drejt Bashkimit Evropian? Jashtë Shqipërinë kemi tani po e hap edhe kapitullin e fundit dhe më të rëndësishme. Ju deri tani ju e keni akoma kuadrin tuaj të eurointegrimit. Cilat janë ato aktivitete dhe garantojnë ndonjë sukses apo për shpejtim të hapave drejt BE-s? Fillimisht na gëzon shumë fakti që Shqipëria po e hap më në fund kapitullin e fundit dhe kjo nuk na gëzon vetëm neve, po i gëzon gjithë shqiptarët kudo që janë. Antarësimi i shpejt i Shqipërisë në Bashkimin Evropian është një farlloj garance se të njëjtën rrugë do ta ndjekim edhe ne dhe do ta përshpejtojë edhe antarësimin ton. E dim shumë mirë se Shqipëria ka qenë në vazhdimsi përkrahase e rrugës evropiane edhe të Maqedonisë. Në një kohë të gjatë kemi qenë edhe në pako me Shqipërinë, mirë po për arsye të problemeve të brendshme të cilat i kemi në raport me fqinjen tonë Republikën e Bullgarisë, Shqipëria kapi rrugën tjetër dhe avancoi shumë në këtë drejtim, përderisa ne ende nuk e kemi gjetur një zgjidhje të problemit me Bullgarinë. Nuk është se nuk po punohet, ministri ynë i eurointegrimeve Orhan Murtezani po bën një punë të shkëlqyeshme, është mjaft aktiv në takimet bilaterale me shtetet anëtare të BE-s, gati nuk shkojnë 2 javë që ai nuk mban një takim me ndonjë shtet anëtar, është vazhdimisht prezent në Bruksel, i prit mysafirët e shteteve evropiane dhe këtu tek ne, dhe kjo rrugë po vazhdon. Mendoj që rruga e antarësimit në Bashkimin Evropian është shumë e rëndësishme që vlend të jetë aty, që të ndodhë. Mos të harrojmë ato zhvillimet në procesin e antarësimit në NATO, që na ndodhi me marrëveshjen e Prespës, ajo nuk ndodhi derisa nuk u dobësua BDI në atë kohë. Sepse në rast se ju kujtohet, ta përkujtojmë edhe opinionin, për 10 vite me radhë, kur BDI pati qeverisur me VMRO DPMN, vendi ka qenë i bllokuar për arsye të politikave jo të mira në atë kohë, që i pati zhvilluar kryeministri atëhershëm Gruevski, i cili jashtëzakonisht shumë i acaroi marrëdhëniet me shtetin fqinj Greqinë, a problemin e kishim me Greqinë, e në atë kohë BDI fare nuk thonte asgjë në lidhje me këto problematike, tash po dalin si të shqetësuar në lidhje me probleme me Bullgarinë, vetëm kur BDI u dobësua edhe ra qeveria dhe regjimi atëhershëm Gruevski BDI dhe erdh një kryeministër si Zoran Zaevi, në atë kohë nëse ju kujtohet për NATO, ta përkujtojmë opinionin se edhe alternativa u kyç në atë qeveri pikërisht në ato momente, dhe mendoj se gjithë shqiptarët kanë kontribuar në antarësimin e Maqedonisë në NATO. Tash e njëjta pritet të ndodhë edhe këto. Në rast se BDI do të ishte prapë pjesë e një shumice të saktuar, ne mendojmë se atëherë do t'i humbim shanset për një antarësim në BE, kurse mendojmë se vleni është garanca e vetme që antarësimi do ndodhë. Ndoshta do të ketë vonesa, por ne jemi garantë se nuk do të lejojmë që shteti të marrë një kahje tjetër përveç asaj të antarësimit në Bashkimin Evropian. Gjithashtu pritet edhe një intensifikim i takimeve bilaterale që do të nxitet nga vendet anëtare të BE-s për ta përshpejtuar këtë proces edhe për ta kapur edhe Shqipërinë në hapat e saj të shpejt, edhe presim zhvillime pozitive në këtë aspekt. Ju zotin Esimi, si e shihni rrugtimin e Maqedonisë drejt eurointegrimeve? Në këtë kontekst desha edhe diçka të veçoj, sepse ka analistë dhe qarqe të caktuara gazetareske që thonë se një ndër pengesat, ndër më shumë pengesat, mund të jetë edhe retorika jo shumë e përshtatshme e kryeministrit Hristijan Mickoski dhe presidentes së Maqedonisë. Po kështu tash kushte i themelor që Maqedonia të fillojë negociatat janë ndryshimet kushtetuese, respektivisht futja e bullgarëve në preambulën e kushtetutës si pjesë e popullit bullgar, ashtu si që janë edhe shqiptarët edhe etnitetet tjera. Dhe këtu është një e vërtetë, do të thonë që do ta konstatojmë se ndryshimet kushtetuese duhen për të bërë nevojitën 2/3 të votave, respektivisht 80 deputet, ndërsa pa VMRO këto nuk bëhen.
edhe sot nuk bën, po edhe qeverisjen e kaluar kur ka qenë LSD me BDI-n, po ashtu janë nevojitur votat e deputetëve të VMRO-s. Po edhe BDI-ja sikur të kishte qenë tani me VMRO-n, do të ishte e njëjta problematik. Dhe tani këtu parashtrohet pyetja si bindet domethënë VMRO-ja për ndryshimet kushtetuese. Në fakt, një lajm i mirë është se vetë kryeministri Mickovski, po edhe presidentja deklaron se ata nuk kanë problem me ndryshimet kushtetuese apo me fuqjen e bullgarëve në preambull, mirë po ato kërkojnë një garancë nga Unioni Evropian se në të ardhmen nuk do të ketë kushëzime të reja. Dhe tani kjo deri diku është një lajm i mirë që do me thonë se tani këto pak e hudhin topin edhe te Unioni Evropian që ato t'japin garanca se nuk do të ketë kushëzime të reja, mirë po këtu tani mendoj se sa kam arritur të ndjek disa deklarata, do me thonë edhe të kryeministrit edhe disa eksponentëve tjerë të VMRO-s, unë e kam përshtypjen se këto sikur shumë mbështeten te Shtetet e Bashkuara të Amerikës, respektivisht te presidenti Trump. Dhe mendoj se këto VMRO tani pret që ato ta zgjidhin këtë problem. Mirë po këtu jam skeptik, mirë se nëse e ndjekim këtë politikën ndërkombëtare, kam një frikë se Shtetet e Bashkuara të Amerikës po largohen duket se nga Ballkani dhe ato deklaratat e Trumpit janë se nuk doan ato të merren me problemet e Unionit Evropian, sepse ai vetë thotë se duhet të krijojmë kështu raporte të partneritetit me Unionin Evropian, që do me thonë se Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk do të merren më me këto çështjet e zgjerimit, edhe këtu do me thonë lajmi i keq në këtë rast është se ndoshta nuk kemi shumë hapësirë për të shpresuar në ndonjë ndihmës të Shteteve të Bashkuara për të bërë presion qoftë Maqedonisë, qoftë Bullgarisë për të lëshuar pe. Pastaj ka edhe një çështje tjetër këtu ku mendoj se VMRO-ja mbështetet, që mendoj se është po ashtu gabim, se këto më duket se pretendojnë sikur brenda Unionit Evropian të ndryshojë sistemi i vendimmarrjes, respektivisht të hiqet e drejta e votës e ndonjë shteti për të penguar shtetin tjetër. Dhe këto shpresojnë se mund ndodh kjo në Unionin Evropian për shkak se Hungaria është ajo e cila i vendon veto në fillimit të negociatave me Ukrainën dhe me Moldavinë. Dhe këto tani presin të ndryshohet ndoshta sistemi i mënyrës votimit, mirë po edhe këtu jam skeptik se kjo pritje mund zgjat me shumë vite. Zoti Sulejmani, paralelisht me rikonstruimin apo siç konstatuam bashkërisht plotësimin e vendeve vakante në qeveri, janë shtuar edhe i kishte edhe zëra, po sidomos tani janë shtuar edhe zërat për zgjedhjet e parakohshme parlamentare. Një dallim ka se këto zgjedhjet parakohshme parlamentare gjatë fushatës i kërkonin respektivisht disa parti të përfshirë në koalicionin Aki, kurse tani i kërkojnë analistët, të paktën i përmendin analistët dhe qarqe të ndryshme gazetareske. Çfarë mund të presim? Do të ketë zgjedhje apo nuk do të ketë zgjedhje parakohshme në vitin e ardhshëm, se tani më jemi diku nga fundi i vitit? Që ta bëjmë të qartë, koalicioni Vlen nuk është se frigohet nga zgjedhjet e parakohshme, për ne vlerësisht mund të organizohen ato dhe pa problem mendojmë se prapë do ta marrim përkrajën e qytetarëve, ndoshta edhe me një përqindje shumë më të lartë se sa e kemi në aspektin votave, deputetëve kështu me radhë. Mirë po, shumë është e qartë fotografia e forcave politike këtu dhe mendoj që në këtë moment nuk janë të nevojshme zgjedhje parlamentare, për arsye se kemi një shumicë stabile të koalicionit qeveritar, kemi para vetës shumë punë dhe premtime të cilët do duhet të zgjidhim që i kemi premtuar para qytetarëve në programin ton zgjedhor për zgjedhjet parlamentare që kemi patur, edhe po punojmë në atë drejtim. Janë, domethënë, çështje të projekteve kapitale të rëndësishme për vendin tonë, edhe për shqiptarët që ne do duhet tash t'i realizojmë ato dhe çdo organizim i zgjedhjeve sadokudo e stagnon shtetin deri sa ato fillojnë edhe mbarojnë, më thonë është një hapësirë kohore ku shteti ngec, edhe për këtë arsye për ne shumë është më e rëndësishme që të punojmë në drejtim të realizimit të këtyre premtimeve të cilët i kemi dhënë para qytetarëve, se sa të organizojmë një par zgjedhje në të cilat pak a shumë do të diheshte rezultati final i atyre.
është e vërtetë ajo që e thatë se më herët BDI ose koalicioni AKI kërkon të zgjedhë dhe tashmë vetëm se kanë hesht këtë temë, mendoj që e kanë marrë mesazhin nga votuesi dhe nuk i përmendin. Në fakt ato në bazë të asaj fitores triumfale të cilën po pretendojnë se e kanë bërë. Duhet të vazhdojnë këtë referendin e kërkesës për zgjedhjet e parakohshme parlamentare, po tani sikur janë hesht. Pikërisht ajo tregon se edhe shpalljen e fitores e kam patur diku falso, filluan të bëjnë disa krahasime qesharake të kthimit të numrave të votave që i morën në deputet, me thonë gjithë e dim ne që i njohim procesin zgjedhor se dallojnë shumë zgjedhjet parlamentare për atyre lokale, dhe me këtë fuqi politike që Vleni ka edhe në qeverisje, po edhe për krajin që e ka marrë, po tash edhe në komuna, fitoria ndaj BDI-s do t'ishte edhe do t'jetë edhe më e thellë. Mirë po nuk është interesi jonë që ti tregojmë BDI se sa të fort jemi, po interesi jonë është shumë evident që të tregojmë popullatës se besimin që na e ka dhënë, do me thonë tash problem me punë, me investime, me përmirësimin e standardit jetësor, me rritje ekonomike, me arsimim cilësor, me shëndetësi cilësore, do thonë kjo është prioriteti ynë e jo zgjedhjet. A nuk është çështja se frigohemi për çfarë do lloj zgjedhjeve në pjesëmarrje eventuale në to. Me këtë fundit të cilin e tha zoti Sulejmani, interesi qytetarëve. A është interesi qytetarëve dhe a ka nevojë në rrethana që janë krijuar tani pas zgjedhjeve, pas përfundimit të zgjedhjeve, të mbahen zgjedhjet e parakohshme parlamentare? Tani nuk ka as nevojë për të mbajtur ato zgjedhjet, mirë pas edhe që do të mbahen. Se vetë them që do të ketë rikonstruim të qeverisë, derisa ka rikonstruim nuk mund të ketë zgjedhjet parakohshme. Zgjedhjet e parakohshme ndodhin në dy raste, nëse votohet mosbesim shumicës parlamentare ose dita nëse ka krizë politike. Edhe në këtë rast nuk është asnjëna as tjetra, edhe zgjedhjet parakohshme me siguri se nuk do të ketë. Nëse ka zgjedhjet parakohshme, ato do të mbahen një vit para përfundimit të mandatit rregull, do me thonë 2027, rregullta që në 2028, nëse ka zgjedhjet parakohshme, ato do të jenë 2027. Por edhe kur të mbahen ato, unë mendoj se me këtë opozitë, e cila është tani, e cila nuk ka asnjë farë koncepti politik, as nuk ka ndonjë vizion për të ardhmen, me siguri se Vleni do të jetë fituesi i zgjedhjeve të radhës, dhe tani Vleni ka dy fitore radhës, një është në zgjedhjet parlamentare dhe dita tani në këto zgjedhjet lokale. Në këto qendrat kryesore në Çajër fiton 2 herë radhasi, në Tetov është hera e 4 me radhë që humbet BDI në qytetin e Tetovës, dhe vetë kjo tregon se zgjedhjet e radhës do të jetë përsëri fitimtar Vleni. Po është diçka tjetër tani, deshta ta pris edhe zotëri Dritanin për këtë punën e Vlenit, se tani sikur e ke kursier, nuk i ke parashkruar pyetje gjatë emisionit. Po, se kjo është, mendoj, është pak edhe aktuale dhe pak më interesante besede për qytetarët, se di zgjedhje radhazi hyjnë këto si koalicion edhe dalin si fitimtar. Tani zgjedhjet e ardhshme parlamentare do të jenë zgjedhjet e treta që e gjenë Vlenin si një subjekt i ri. Dhe tani zgjedhjet e treta radhazi, a mund të presim që të hyjnë këto si një parti, këto partitë e Vlenit, apo përsëri të vazhdohet si koalicion? Më djege pyetjen që kisha planifikuar lidhjen me bashkimin. Kështu, do me thonë, Vlen si koalicion e CKTL-ju ka marrë pjesë në 2 cikle zgjedhore, dhe si rezultati këtyre cikleve zgjedhore, mendoj që e kemi marrë mesazhin nga votuesit edhe nga qytetarët se si dojnë të na shohin ato. Tash është çështja e jonë se atë perceptimin e qytetarëve si do ta realizojmë edhe ta bëjmë realitet. Nuk është se nuk kemi punuar në këtë drejtim. Vlen çdo ditë më shumë shkon në kahje të unifikimit, ne vetëm se kemi disa trupa të përbashkët të cilët veprojnë si të tilla, domethënë si një, kemi kryesinë e Vlenit, kryesinë qendrore të Vlenit, kemi komisionin për çështje kadrovike të përbashkët, kemi media qendrën të përbashkët, edhe siç i kam informatat, po diskutohet edhe për gjetjen e modaliteteve të ndryshme, të cilët do ta përshpejtonin shkrirjen e këtyre 4 subjekteve në një subjekt të vetëm që do të ishte me emrin Vlen. Ajo të cilën po jemi të kujdesshëm është që ta bëjmë këtë proces që të jetë sa më unifikues edhe të dalin sa më pak probleme, sepse nuk është e lehtë, do me thonë të shkrish 4 strukture në një, edhe prap ta mbajsh atë
harmonien e brendshme e kështu me radhë. Kështu që jemi duke punuar në këtë drejtim, sipas analizave tona në 2 cikle zgjedhore, strukturat vetëm se kanë krijuar strukturat poshtë, vetëm se kanë krijuar afërsinë mes tyre. Është shumë e rëndësishme që të dalim edhe me një platformë të përbashkët politike, e cila do t'i përfaqësojë në mënyrën sa më të mirë të mundshme shqiptarët, të ndërtojmë një statut i cili do të jetë statut demokratik. Domethënë, po punohen këtë drejtim, vetëm se po dëshirojmë të jemi të kujdesshëm që mos të bëjmë gabime në hapa, që do të mund t'i kushtoni pastaj asaj partie të ardhshme vlen të sjellën ndonjë problematikë të mundshme. Unë mendoj se ky proces po zhvillohet natyrshëm, edhe po zhvillohet në kahje dhe drejtimin e duhur, edhe presim që nuk e di, nuk isha caktuar ndonjë periudhë kohore se kur mund të ndodh, po jemi optimist se ajo periudhë kohore do të jetë e shpejtë, sidomos mendojmë se zgjedhjet e ardhshme parlamentare do të na gjejnë si një subjekt i vetëm. Dhe para se të shkëputemi me që s'ka duhen edhe minutat e fundit, një pyetje kështu shkurt. Si njohës i këtyre rrethana politike, dua ta një pyetje, cila do të ishte forma më e mirë e bashkimit e funksionimit të vlenit, bashkimi në një subjekt politik apo ekzistimi eventual i 4 subjekteve politike me një rotacion eventual të leadershipit të vlenit. Kërkoj përgjigjen tuaj. Po, e di si është tani, këto edhe si koalicion që janë kanë fituar në dy zgjedhje radhazi. Edhe atë quaj fitore në zgjedhjet parlamentare, sepse ai grupi tjetër ishin 4 etni ishin. Edhe në këtë mënyrë kanë fituar. Edhe koalicionimi i partive të ndryshme dhe dalja së bashku në zgjedhje, koalicion parazgjedhor që quhen, janë si një vlerë e shtuar e demokracisë. Sepse vetë demokracia, do me thonë si leitmotiv, demokracia e ka dialogun, koalicionet dhe kompromisin. Edhe mendoj se vetë krijesa vlen që është, që kur u krijo, ishte një vlerë shumë e madhe demokratike për shqiptarët e Maqedonisë dhe e tregoj se edhe shqiptarët mund të bëjnë politika autentike, të mlidhen disa lider, të bashkohen për një qëllim edhe t'ja arrijnë qëllimit. Edhe unë nuk shoh asnjë problem në mënyrën kështu këto tani janë duke funksionuar. Unë për shembull jam nga Tetova edhe në atë diskursin publik, do me thënë në opinionin publik të qytetarët, askush më nuk thot lëvizja besa, krejt thojnë vleni. Edhe këto vetëm mo e kanë arritur atë bashkimin ta bëjnë, u mungon ndoshta vetëm që ta marrin partinë dhe ta regjistrojnë në regjistrin qendror. Do të thonë ju e quajeni të suksesshëm mënyrën e formën e tanishme të tani si është duke funksionuar. Mirë po, mendoj se nuk është edhe keq bashkohen me një subjekt, ta përgatitin do me thonë një statut, edhe ati të gjenë ato modalitetet e punës së liderit. Sepse dëgjova edhe një emision këtu ishte Mendu Thaçi, edhe ai tha se mirë është të kehet një lider, nga shkaku se ai lider pastaj të bëj bisedime me drejt për drejta me kryeministrin. Mirë po unë mendoj se nuk është funksionim më praktike. Po, ndoshta ka ndonjë praktik, mirë po edhe kjo çështja ka shumë modele në botë se si funksionojnë disa koalicionime dhe mendoj se është çështje teknike gjithsesi. Nëse vendosin të bashkohen, është çështje teknike se si do ta realizojnë atë bashkimin. Zoti Sulejmani, zoti Nesimi, ju falenderoj për kohën që ndat për emisionin e radhës Dialog me Lajm. Faleminderit shumë, miq tek Naci.